Po dhe në këtë khutbe do të flasmi për haqin, lerat e haqit, vetëm sa është duke afru koha e haqit. Më vërtet për i kapitullave më të rëndë që shpjegohet në çështjen e ligjetimeve të Zotit, rregullave të adhurimeve, është kapitulli i haqit. Në vërtet ky kapitull i haqit don shumë kohë dhe don shumë shpjegime për ritualin e haqit, që shkryhet ajo. Mi po na do të flasni vetëm për vlerat e haqit. Këto fjalë të cilët ne do i flasmi nuk janë fjalë të shumta me ngrumbullu në çdo aspekt, po për afërsisht përfshirje për vlerat e haqit. Sot do qoftë mi adhan, sot do qoftë hakin pak vlerat e haqit. O ju lezër, Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi. Më vërtet, shtëpia e parë, shtëpia e Zotit e parë, e cila është vendos në tokë për njerëzit, lilladhi bi Bekkete mubarakan, është aja cila gjendet ku në Mekë, mubarakan, është e bereqetshme. O Rabbi Allah, hapi vesh mirë dhe ndëgjë. Shtëpia e Zotit, shtëpia e parë në tokë, e cila gjendet, që shtëpia e Allahut, e që i bën dobi njerëzve për adhurim me madhështu Allahun Azza wa Jall, është ajo e cila gjendet në Mekë. Bi Bekkete mubarakan, gjendet në Mekë, mubarakan, është e bereqetshme. Shikimi i saj është adhurim, kam thonë partë e selefu salih. Si mi fal 2 recate, si me shikuj qabën, është e njëjtë. Për ata që shkojnë në umre, për ata që shkojnë në haqë, mbani mend të fjalë. Me shikuj qabën është adhurim, si mi fal 2 recate. Subhanallah. Adhurim. Shtëpi e parë, të cilën Allah ka vendosur, është ajo e cila është në Mekë, është e bereqetshme. O hude lil alamin, kjo shtëpi është udhëzues për njerëzit. Ka drejtohemi na me fal namazin. Ka qabja, ka udhëzohemi na, por tek Allahu, kur e shikon shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, shtëpinë e Zotit, hude lil alamin, është udhëzues. E kupton që këta nuk i ka bërë vetëm se madhështia Allahut i takan Allahut Azza wa Jall, e ka marrë vend adhurim që musliman e gjithë krijesat kthehen dhe e madhërojnë Allahun Azza wa Jall, udhëzues për gjithë krijesat. Edhe ata që nuk janë musliman, kur vjen koha e haxhit, apo e shikojnë qabën në për rrjetet sociale, çka thonë? Ata që musliman. Domethënë, udhëzues për krijesat, udhëzojnë njerëzit kur e shikojnë qabën. Subhanallah. O ju lezër, kjo është një qabë, shtëpi e parë, që Allah Azza wa Jall e ka lënë në tokë, shtëpi e Zotit. Mirë po, kjo shtëpi është e pastërt, e sinqert, vetëm për Allahun Azza wa Jall. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hini në Mekë, sa Zota i gjeti, 360 ylluj i gjeti, me dorën e vetë, lexoj ka ajete kuranor, bëj këtë tekbire dhe i thej një ka një. Edhe vërteta, u shduke kota, kështot Allah Azza wa Jall e përshkruni ajetin, fjalën e Zotit, se qysh i dërgumi ti lexoj ka ajete dhe bëj këtë tekbire. Shtëpia e Allahut është e sinqert, adhurohet Allah me sinqeritet. O ju lezër, po në këtë ajet, Allah Azza wa Jall e ka qujt qabën bereqetshëm. Në tefsirin e Dawi ka ardhur një tefsir nga Aliu radhiyallahu anhu. Unë shpesh herë përmendja Aliun radhiyallahu anhu, mi tregu popullit tan dhe mi tregu njerëzve që mendojnë që na nuk e dojmë Aliun.
Ma shumë unë di për Aliun se sa ata që mendojnë për të mendojnë që e dojnë Aliun. Shumë fjallë di, shumë vepra dhe shumë komente i marrë për të. Për Aliut radiallahu anhu. Shiko shka thot Aliut radiallahu anhu për fjallëm se Zotë ka qujtë bereqetshëm. Thot awwal bejti vudra fihi l-baraka, shtëpia e parë që ka dhonë gjithë tokës bereqet, kush është? Qabja. Allahu ka desh me i dhonë tokës bereqet. E gjithë tokës bereqet. Me shka? Me qabe. Por deri sa është qabja, o musliman, ki bereqet në iman, e ku t'vjen aj me kom të shtremta, i zi, me që kish në dur, e prish, a ka me pot bereqet ma? Shka të rodë dynjaja. Allah në kre. Që kjo është komendja Aliut radiallahu anhu. Por deri sa është qabja, është bereqet, ta mon imanin tonë, ta mon dinin tonë, ta mon islamin tonë i të musliman jam. Ama kër paracitit ai burri që jenë për abesenijës e për i shabën, a ka më dynja, a ka më musliman, së do mbetet, do të shkatërojët dynjaja, do t'iket bereqeti. Pra ju vëllezër, e gjithë qabja, e gjithë tokën e banë të bereqetshëm. O ju vëllezër, me vërtet, temelet e qabës ishin edhe para Ademit a.s. Allahu Azza wa Jall i obligoi melejket shkonin në tokë dhe vendosnin temelet ashtu qysh janë vendosur shtëpia e Beitul Ma'mur mbi 7 qiell. Është shtëpia e melejkeve. 70.000 melejket hinë në atë shtëpi deri në ditën e Kiametit nuk dalin mbi 7 qiell. Deri në ditën e Kiametit nuk dalin ata melejke. Çdo ditë kështu melejket e kanë shtëpinë e vetë që e madhurojnë Allahun, bojnë tavaf në Beitul Ma'mur, shtëpia e melejkeve që u të kështu. E njëjtë gjë e barabartë me drejtim të shtëpisë melejkeve, Allah obligon melejket që t'i mbajnë temelet edhe ku edhe në tokë. Pastaj o ju vëllezër, në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, Allah e obligoj t'i ngrit temelet e qabës. Dhe Allah në tregon në Koran historien duke thënë وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Dhe kujta kur na i thonë Ibrahimit, ngritit temelet e shtëpijës, temelet e qabës, bashkë me Ismailin, dhe ata thanë, Zot për ana prej neve. Po ju vëllezër, kjo është një argument që qabja ka qenë edhe para Ademit a.s. E ndërtoi themelet e qabës kush? Ibrahimi me Ismailin. Edhe që kenë të obligum me ndërtu qabën me gjitha që të ishin Zot prana për neve. A thu pse vallë ka thonë Zot prana për neve? Sinqert në Allah në azëgjer, në veprën në adhurimi me akry Zotit, obligimi me kry, me gjitha të Zot prana për neve. Pse? Kam në arë pasarësin pas neve dhe ta kam në arë me gjithu këtë vend. A nuk është vepër e jonja, kër e bojmë një vepër në atë sinqert? Ka e kemi qëllimin? Dëbona e sinqert, Zot për na për neve që në marrë shëmbulltyre edhe tjerë për bu një gjithë tjilë. Çdo profet ka bërë vepra sinqert për Allah, po të njëjtën gjë ka menduar që edhe tjerë pasardhës e tjerë do të vinë dhe pasojnë ata. O ju vëllezër, kushdo që hyn në Qabe, kushdo që shkon në hax, në vërtet ai është në siguri. Është i sigurt, thot Allah Azza wa Jall, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Në Qabe, në hax, ka argumente të qarta, ka shenja të qarta. Aty është edhe maqami Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Aty është edhe guri i xhenetit. Dhe më thonë Allahu për të tregon haxhive, njerëzve, kemi argumente të qarta se qabja ala ekziston. Dhe më thonë ja so kja qabja, jo që kja është qabja, janë shenjat Ibrahimit, është guri i xhenetit. Wa man dakhalahu kana aminan. O Rabbi Allah, o të i cilit dënë me vizitu qabën dhe i bu gati për hax, Allah për garantan.
Po thot, dhe kush hin prej haxhileve, prej njerëzve e viziton këtë shtëpi të Zotit, kana aminan, është në siguri, do të jetë i sigurt. Andaj ndjej veten krenar, kur Allah mbi 7 qiell po të garanton në shtëpinë e tij, mos u nda në shtëpinë e tij mos sill arrogant. Jo vlodh, s'po moj, ta kisha ditë, s'kisha ardhur, që kësë fungan, a i kështët, jo, ki kujdes, mi po merë sigurien, që Allah zë po të siguran mbi 7 qiell dhe je krenar me ta, rruje i badetin tanë, kur je në ato vende, sidomos në ritualet e haxhit. Po ju lezër, Ibrahimi a.s. bëri dua, tha, Rabbi gjall hadha baldan amina, o Zot, bëje këtë vend të sigurt. Që po tutësh, shëndeti, pasuria, Allah po të garanton, lutja Ibrahimit po të garanton, në moment që te shtem kamën tane në ritualet e haxhit, vetëm se ki hinë lutjen e Ibrahimit a.s. do t'jesh i sigurt, vetëm për te lypët për qëndrimi dhe bindja ndaj Allahut Azza wa Jall. Po ju lezër, po në këtë dua është e njëjta gjë, koment, e që e kuptojme për kësaj lutje, është që Ibrahim është lut edhe shpërblimet e adhurimeve t'jen të maja në këtë vend. Siguri ki në imanin tonë, siguri ki në shëndetin tonë, siguri ki në çdo aspekt, siguri ki e ku edhe në shpërblimin, rritët shpërblimit e ka Allahu Azza wa Jall. E këta nga të regan për Amiri jonë sallallahu alaihi wasallam thot, o salatun fil mesjidil haram, afdalu min 100,000 salatin fi ma siwahu. Më vërtet namazi që bëhet në Kabe është më mirë, ka vlerë së 100,000 namaze, dhe ato namaze nuk krahasohen me namaze tjera. Siwahu, nuk ka krahasim, që ata 2 rekate në Mekë që ke falë ti, në Kabe që ke falë, në Arafat që ke falë, në Hax që ke falë, nuk krahasohen ato 2 rekate me tërë jetën tonë që ti pan këtu namaz. 100,000 namaze, 2 rekate 100,000 namaze, a e din sa i bin, 55 vjet unë edhe ti me ju kur 5 ku namaz që tu më falë, edhe me arrit 55 vjet, subhanallah. Nësa ti 2 rekate, i fitove 100,000 sevape. Kjo është vlera e namazit, ku në Kabe, e lema kur është kua e haxhit. A erdha Aisha radiallahu anha, edhe na dujmi, o i dërgumi Allah me fitu xhenetin. Burat po vdesin në rrugën e Zotit, edhe na dujni me vdekur me fitu xhenetin. Sheta pe Ameri, por juve tha nëse dani me fitu xhenetin, por juve, xhihad, angazhim, është ta haxhi. Shiko, ulema që kanë zeni fërdobi këti hadithit. Xhihad e kanë qujtë haxhin. Pse? Në aspektin e angazhimit, ki lodhje, ki angazhim, ki rituale mi bo, amo ti e mirë, se për këtë shpërblim, për këtë mund, për këtë angazhim, e ki xhenetin me lejnë Allahut Azza wa Jall. Po ju lëzër, cila është detyra jonë, ndaj shtëpisë së Zotit. Na tregon Allah në Kur'an duke thënë: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabilan." E për Allahun Azza wa Jall, o ju njerëz, vizitoni bani hax shtëpinë e Zotit. Shkoni në hax, man istata'a ilayhi sabila, kush i ka mundësi për të shku. Mundësia hem këto, shëndeti, hem koha, edhe hem pasuria, hem edhe mjeti. Si mbas kohës ndryshojnë gjitha këto sende. Sot ndryshon situata. Sot e ki parën, se ki shëndetin, nuk qanë pej shumë. E ki parën, e ban mjetin, të kryn mundësi e haxhit. Ka njerë që ndimojnë atje, ka njerë që të mush me kry, me ta, me të shty, me të bajt, e shdo sen. Koha në ndryshon që në këtë kohë. Da më thonë,
Kush i ka mundësi, hin në këtë kohën tonë, ai cili ka pasuri, pare, e ka pare, i ka rrit mundësi me pare, mos u frika për shëndetin tanë, mos u frika për mjet apo diçka. Ki paren, shkan atje, kryet me mjet, kryet me haq, me ndimes e me çdo sen. Pra, detyra jonë është që na me shku, me bo haqen, me vizitu shtëpinë Allahut Azza wa Jall, por të njëjtën gjë o ju vëllezër, është që mundësia që shtash hin edhe në pasurinë tonë. I ki mundësi me pasuri, shkan e vizitan shtëpinë Allahut Azza wa Jall. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, bunja l-islamu ala khamsin, me vërtet është ndërtu Islami jonë në 5 shtylla. Wa dhakara, për tëve përmende duke thonë, wa hajjil bejti men istata ilaihi sabila, dhe me shku në haqq, me vizitu shtëpinë e Zotit, për ata i cili i ka mundësi. O ju vëllezër, Ibrahimi alayhi salatu wasalam na thirri që të gjithëve me shku me vizitu Qabën, me kry haxhin. E çdo profet e ndëgjaj lutjen e tij, thirrjen e tij, dhe çdo profet ju përgjigj. Nuk ka profet në tokë si përfaqen e tokës, vetëm se ka vizitu atë vend. Dhe themi, nuk ka musliman që i ka mundësit, mundët, e ka pasurin, vetëm se shkan e kryn haxhin apo ban umre. Allah na tregon në Kur'an se qysh obligoi Ibrahimin me thirr njerëzit. Allah thot, wa adhin fi n-nasi bil hajji, e të thirrin njerëzit për në haqq. Kur ndëgjaj Ibrahimi alayhi salatu wasalam këtë thirrje nga Allah, dhe thirrin njerëzit, tha, wa ma yablughu sauti, e qysh na arrit zoni jam të krijesat. Ata Allah i tha, alejke al-adhan wa alejke al-balagh, për ty është që ti mi i thirr njerëzit, e për Allah Azza wa Jall është që ai e transferon zonin në përket cepët e dynjajës. Subhanallah. Hypi Ibrahimi alayhi salatu wasalam bini kodër më të madhe, e ngriti zonin duke thonë, o ju njerëz, obligoj Allahun mbi obligimin e ju, që ju thirri në haqq me vizitu këtë shtëpi të Zotit, dhe uni zani në përket cepët e dynjajës. Pastaj Allah të regan duke i thonë, shikosh për bereqeti thirrje, tu ke rijalen, o Ibrahim, do të vinë njerëzit me këmbët e tyre të zbardhur, a ke po thirrjen, priti qëtash mosafir. Do të vinë njerëzit të zbardhur, o ala kulli damirin, do të vinë njerëzit me kafshët e tyre, o yati min kulli fajjin amiqin, dhe do të vizitojnë këtë vend, do të vinë pislagjet për vendit më të larg, apo prej qytetit më të vogël, për ngushticës më të vogël, kanë marrë njerëzit për me vizitu, domethënë, shtëpinë e Zotit për me kry haxhin. O ju vëllezër, vepra më e mirë tek Allah Azza wa Jall, adhurimi më i mirë është haxhi. Su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, wa dhakara qala hajjun mabrur. O të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është vepra më e mirë, adhurimi më i mirë, të adhurimi më i mirë është haxhi i pranuar. Shikojë vëllezër, o ti haxhi të cilën e kim da mendin me shku me vizitu shtëpinë Allahut me ky ritualet e haxhit, nuk ka vepër më të mirë se sa ti me bo haxh pranum, që Zoti me ta pranu. Ibrahimi, a ta në lutje, Rabbena taqabbal minna, që ju thamë fillim që tash, Zot prana për neve, a e ka ndërtu, se ka di që ka marrë njerëz me vizitu, mu ka i sinqert, e nuk ka sen më të mirë, adhurim më të mirë, se sa me bu për Allah Azza wa Jall. Haxh të pranum është vepra më e mirë. E kuptojmë ju vëllezër, hadithin e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam duke thënë, al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veç se xhenetin. Çka po pret? Bëj një haxh pranum. Kur pejgamberi po të jep siguri, kur Allah po të jep siguri, apo do në xhenetin, po, baje haxhin pranu. E qysh është haxhi pranu? Ne do i cekime pika. Si ta bëj një haxh të pranuar, me brur, e para është e vëllezër,
tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Përgatituni e përgatitja më e mirë është devotshmëria. O të cilën e ke nda mendimin me shku në haqë. Përgatitja më e mirë për ty është devotshmëria. Disa burra në kohën e profetit morën rrugë për me shku në haqë, arretën në Medinë dhe kërkonën ndihmë për ushqim. Pastaj i thanën banorët e Medinës, a sini përgatit joa? Allah e zbriti këtë ajet, tha, përgatitja e tyre më e mirë është devotshmëria. Ata e nisën me devotshmëri. Aty si ka interesu buka, dokja, mendjemallësia, ja, atyre ju ka interesu devotshmëria, me ju përgjith Zotit në thirrjen që ka bo për ata të cilët i kanë mundësi. E devotshmëria ju vëllezër kupton me largu mëkateve. Nuk shkohet në haxh me mëkate, largohu mëkateve para se me shku në haxh. Sa ditë të ju vëllezër, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Sa ditë të ju vëllezër është për haxh të pranuar, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ban haç për Allahun azza wa jall, shiko, kush ban haç për Allahun azza wa jall lillah, ju me po haç me thonë jam haxhi, po ba haç për Allah, nëse për Allah, krye për Allah, men hajja lillah, kush ban haç për Allahun, pastaj nuk ofendon, e as nuk shon, e as nuk shtyhet me njerëzit, e as nuk bën mëkate. Ai kur kthehet prej haxhit, kthehet sukur atë ditë që nana e vet e ka lind prej barkut të tij. Subhanallah. Shiko, haxh i pranu me devotshmëri përgatitur. Ruju mëkateve, mos u venda, mos u shty me njerëzit. Kur çkan atje, mos u mundon me thonë ulodha, që ky hoxha s'mi kry, që ky kështu tani kni fjalë tepërta. Jo, ki kujdes, hesh. Mos u venda, mos bë mëkate. Pastaj në qoftë se je për atyre që ki këtë haç pranun, inshallah, do të kthehesh sukur atë ditë që nana jote ka lind prej barkut të saj. I pastër pas një mëkat. E treta ju vëllezër, për haç pranun është wa atimul hajja wal umrata lillah. Plotësoni haxhin dhe umrën. Plotësimi i haxhit dhe umrës është me kushtet e saj, me obligimet e saj. Nuk bëhet haxha i vëllezër qysh po ta kanë aty. Shka, për shembull, bëhet për me nejt në Arafat, ti nuk rrin në Arafat. Ai nuk është haxha i vëllezër. Allah do të plotësojë haxhin dhe umrën. Haxhi për kushteve më të sigurta, vaxhibatet më të forta që pranohet e këtë haxhi është me qëndru ku në Arafat. E te në Arafat mos më kanë. E pjesë tjetër ku janë dhe në thonë kushtet, vaxhibatet e kështu në radhë. Me kry haxhin dhe umrën, ashtu qysh e ka kry pejgamberi jon me kushtet e sajna në ato që Allah ka obligu. Umrën pastaj ka lillah për Allahun azza wa jall. Këtu hen edhe sinqeriteti. Gur kur ti gjun, baje për sinceritet. S'kime nevoj me gju gur për thonë një gjëzanë të gju shejtani. O liste ma shejtani ti së saj. Ti baje për Allah gjuji. A ti që ka unë sënet, kur ka gju për amere gur, që ka thonë? Allah më këpër. E ti shka më thu, foto. Ajtë foto, gju, foto. Për Allah më rëbajetin. Qëndran mene, qëndran për Allah. Qëndran në Arafat, qëndran për Allah. Ban të Allah, ban për Allah. E ku janë rituale tjera të vëllezër, bëne për Allahun azza wa jall që t'jetë një haç i pranuar. O ju vëllezër, argumente më të mira kemi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam kur hyni ai në haç. Sa haxhi ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Një haç, është një haç. E kur hyni ai në haç për me bëu tha kështu: Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a. E griti zanë duke thonë për me një tjerë: O Zotë jem, po baj haxh, ju më pa sët e njerëzve, as më bu i famë shumë, e as më thonë haxhi. Shika subhanallah, i dërgumi Allahut, qfar lutje, qfar njeti: O Zotë, po baj haxh, ju më pa sët e njerëzve,
të regan Aisha, thot vallaj mesin tonë në kone haqet për Ameja, thot sukur mos me njoft, s'ka full me neve heq, si të mos në ditën Arafatin, thot sukur mos me njoft në ato, kurse janë i njëra, mush me full me to, qashtët për Ameja u bo në kone haqet, u shbo për Allah, me kry haq për Allahën, Azza wa Jall. E katërta ju lëzër, me një haq pranun, është edhe khudhu anhi manasikakum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve duke i thënë merrni haxhin që jam duke bëhen, kështu mu. Dhe më thonë haxhi nuk pranohet vetëm se mbas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Një sen më i vogël me bëmi në haxh që se ka bu pejgamberi nuk ka haxh pranuar. Kujdes o rob të Allah, o të cilët e ki shpreh mendjen, mendimin, çelën me shku atje me kry haç, krye thuj hoxhallare, ndjeksat e të, ata që kanë me ty për hir të Zotit thuj, ta bujmë një haç që she ka bu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nëse dojmë me qenë haç të pranuar. O ju vëllezër, ditët e Dhul-Hijjes apo ditët e haxhit, me vërtet ditët e haxhit do të mi kalu njeriu apo axheler duke përmendur Allahun Azza wa Jall dhe për këtë Allah na tregon në Kur'an wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, përmendni Allahun në ditët e caktuar. E për komenteve të Begawi në tefsirin e tij ka thonë haxhit e kanë të obligueshme me përmend Allahun në këtë ditë, sidomos kur janë domethënë duke i gjukur alecat, vazhdo namazi. Ata që qëndrojnë në menne, du të përmendin Allahun Azza wa Jall. Edhe ata që s'janë në qabe, në ritualet e haxhit, jashtë haxhit, këto ditë du të mi i rujt mirë, mi i siguru mirë, mi i ibadete me adhurim, e inshallah javën tjetër do të flasmi për ditët e Dhul-Hijjes dhe ju për haxh. O ju vëllezër, haxhit e fundit. Haxhit janë musafir të Zotit. O të të cilët kishpej mendim me kry haxhin, të je musafiri Allah. Thot në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju wal-ummaru wafdullahi, haxhi dhe umrxhi janë musafir të Zotit, subhanallah. Musafiri Allah ti o haxhi. Kur na e presin një musafir, çka bojnë në shtëpia tona? Rregullohemi. Mënyrë më të mirë presim musafirin. A thu vallë, krasimi nuk i takan Allah. Allah është i lartë. Mirë po, a thu vallë, qysh Allah Azza wa Jall e pret musafirin e tij. La ilaha illallah. Ata në me di qysh e pret musafirin Allah Azza wa Jall, ta me për atë kanë po thotë, indu'uhu ajabahum. Kur ata e lusin Allahun, Allah ja pranon lutjet e tyre. Ata që shkojnë haxhi, thuaj atyre, mos u marrën lutje. Nga se Omeri kur i ka taku njerëzit duke shkuar në haxh, ai të shkuar në haxh ka thonë, mos u marrën lutje. Shiko, se i musafiri Allah po të garanton to. Thot në qënë sa ta i lutin, Allah e pranon lutjet e tyre. Pastaj po thot, o i staghfiruhu ghafara lahum, e në qënë sa ta kërkojnë falje tek Allahu ka mi fol ata. Po Zotin tregon në i musafir, Zoti i shpijës që t'jep qatë dy sene. Me shku musafir mi kërku diçka, i qanë mronat, i qanë hu, ke ka më mbyk mua, a më tek Allah jo. Wafdullah, je musafiri Allah. Lote përgjigjet, kërkan falje, t'falë Allahu Azza wa Jall.